Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni informativ në News 24, le të njemi së bashku me titujt kryesor. Klima e biznesit në Shqipëri, dash korrupsioni, shantazhet, parat e drogës pengojnë investimet. Vrasja misteri biznesmenit italiano Tepelen, policia shpall në kërkim një person nga Vlora. Aksidentale apo atentat, mediat italiane ngren dyshimet për vrasjen e Odoardo Sarkit. Brazili urdhër arrest për Ervin Matën, trafikoi tonelata drogë, union në masakrën e bllokut. SBA pezulloi dialogun strategjik, Albin Kurti nuk bëj kompromise për sundimin e ligjit në veri. Rama këshillon Kurtin Kosova të plotësoj kushtet për NBE, mos u merrni me Beogradin. Rusia sulmon Ukrainën me 600 dron për 12 orë, 4 të vrarë, 10 të plagosur, dëme të mëdha. Faji partnerit meksikan bie në skenë Eva Golemi anullon shfaqjen e 2 të operas Traviata. Njemi më gjerësisht me lajmet. Bizneset në Shqipëri përballen me ndërhyrje të palishme, shantazhe dhe presione nga aktorë të administratës publike dhe grupe të organizuara kriminale. Shqetësimi është ngritur nga Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin për klimën e biznesit në Shqipëri. Komuniteti i biznesit raporton se hyrja masive të ardhurave të palishme nga trafiku i drogës, kontrabanda, evazioni fiskal dhe korrupsioni po shtrembëron konkurrencën në treg. Bizneset në Shqipëri përballen me ndërhyrje të palishme, shantazhe dhe presion nga aktorë të administratës publike dhe grupe të organizuara kriminale. Shqetësimi është ngritur nga Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin për klimën e biznesit në Shqipëri. Në raport, Shqipëria përshkruhet si një vend me probleme në fushën e investimeve dhe sundimit të ligjit, të cilat ndikojnë në klimën e përgjithshme të biznesit. Në dokument thuhet se sfidat kryesore që dëmtojnë ambientin e biznesit përfshin korrupsionin e përhapur, një sistem gjyqësor të dobët, mungesën e transparencës në prokurimet publike, si dhe praninë e madhe të ekonomisë informale dhe pastrimit të parave, sidomos me burim nga trafiku i drogës. Komuniteti i biznesit raporton se hyrja masive të ardhurave të palishme nga trafiku i drogës, kontrabanda, evazioni fiskal dhe korrupsioni po shtrembëron konkurrencën në vend. Investitorët raportojnë gjithashtu se mund të bëhen objekt shantazhesh nga administrata publike, media dhe grupe kriminale. Departamenti Amerikan i Shtetit evidenton korrupsionin e vazhdueshëm në procesin e prokurimeve shtetërore, ku kontratat shpesh jepen përmes procedurave të dyshimta dhe të mbyllura. Sipas raportit, kontratat e PPP-ve shpesh janë hartuar pa analizë të thelluar dhe me mungesë të ekspertizës profesionale. Kjo ka kufizuar pjesëmarrjen e investitorëve të huaj dhe ka krijuar terren për favorizime. Përdorimi i vazhdueshëm i kontratave të partneritetit publik-privat ka reduktuar hapësirat për konkurrencë të ndershme, përfshirë edhe për investitorët e huaj, sidomos në sektorin e infrastrukturës dhe sektor të tjerë. Analiza e dobët dhe mungesa e ekspertizës teknike në hartimin dhe monitorimin e kontratave PPP vazhdojnë të jenë shqetësime serioze. Në raport theksohet se bizneset amerikane që operojnë në Shqipëri shpesh zgjedhin të përfshin klauzula të arbitrazhit ndërkombëtar në kontrata, për të shmangur zgjidhjen e mosmarrveshjeve përmes sistemit vendas të drejtësisë, të cilin e konsiderojnë të ngadalt, jo efektiv dhe të ndikuar politikisht. Disa investitorë amerikanë janë përballur me mosmarrveshje të vështira tregtare, si me entitete publike, ashtu edhe me ato private, disa prej të cilave kanë përfunduar në arbitrazh ndërkombëtar. Komuniteti i biznesit vlerëson progresin e reformës së drejtësisë në luftën kundër korrupsionit dhe përfundimin e paprekshmërisë, por shpreh shqetësime se boshllëqet e krijuara në sistemin gjyqësor kanë ngadalësuar shqyrtimin e rasteve, duke krijuar një grumbull rastesh në gjykata, veçanërisht në gjykatën e apelit dhe gjykatën e apelit administrativ. Sipas opozitës, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit vërteton akuzat e ngritura prej saj për lidhjet e qeverisë me krimin dhe korrupsionin. PD dhe PL theksojnë se raporti i dash vendos qeverinë me shpatulla pas murit.
Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e biznesit në vend ka shkaktuar shumë reagime nga politika e mëtej. Për opozitën është vërtetimi i akuzave që ajo ka ngritur kohë pas kohe. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi thotë se është një akt akuzë realiste mbi gjendjen ku ndodhet sot ekonomia shqiptare. Gjendja trisht e përshkruar në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit nuk ka ardhur nga hiçi. Ajo është krijuar nga Edi Rama që investimet, lejet e licencat për biznes, për shkelje të konkurrencës, i ndan në takimet private nëpër hotelet e botës apo nëpër takime sekrete me krimin e organizuar si ai në Aruba. Në lidhje me raportin ka reaguar edhe Agron Gjekmarka, i cili thotë se tashmë akuzat e opozitës për një qeveri të inkriminuar të lidhur me krimin e korrupsionit u vërtetuan. Të dhënat janë alarmante, korrupsioni i përhapur, krimi i organizuar, pastrimi i parave, po pengojnë investimet serioze nga partnerët ndërkombëtar. Shqipëria, sipas raportit, mbetet një vend i vështirë për të bërë biznes, me një klim që dekurajon investitorët dhe që favorizon klientelizmin e lidhur me pushtetin. Deputeti Eno Bozdo shprehet se raporti për Shqipërinë është një akt akuze rënd për qeverinë Rama. Raporti vë përfundimisht gishtin e plagën më të madhe të Shqipërisë, depërtimin e krimit të organizuar në çdo qelizë të ekonomisë dhe shoqërisë, si dhe kostot shumë të larta që paguan biznesi dhe shoqëria. Shqipëria nuk po humbet vetëm investitorët, por edhe besimin ndërkombëtar. Në lidhje me raportin ka reaguar edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë, Tedi Blushi, i cili theksoi se raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit vë me shpatulla pas muri qeverinë Rama. Raporti përshkruan të njëjtat të vërteta, të denoncuara nga opozita dhe Partia e Lirisë, një Shqipëri të kapur nga mafia, krimi dhe korrupsioni, ku drejtësia, prokuroria dhe gjykatat janë të paralizuara, ku investitorët e huaj këshillohen të mos i besojnë sistemit ton gjyqësor, por të kërkojnë drejtësi në arbitrazh ndërkombëtar, sepse këtu nuk gjejnë drejtësi, nuk gjejnë siguri ligjore, nuk gjejnë shtet ligjor. Partia Demokratike vijon diskutimet me aleatët mbi përzgjedhjen e kandidatit për kryetar bashkie të Tiranës. Pas Mediu dhe Dukës këtë të diel Flamur Noka, Belind Kolliçi dhe Ilir Ali Mehmeti zhvilluan një takim me Tedi Blushin. Pas takimit Noka tha se shumë shpejt opozita do të ketë kandidatin e saj, ndërsa përjashtoi një koalicion veto me Arlin Qorrin. Në vazhdim të takimeve me aleatët për përzgjedhjen e kandidatit për kryetar bashkie të Tiranës, treshja e mandatuar nga Sali Berisha, Flamur Noka, Belind Kolliçi, Ilir Ali Mehmeti takoi këtë të diel sekretarin e përgjithshëm të PL-s Tedi Blushi. Pas takimit Noka njoftoi se dita e shpalljes së kandidatit do të jetë e shpejtë. Ne jemi opozit dhe forca demokratike që ndjekim hapat dhe procedurat, konsultohemi, pastaj vendosim. Çështje ditësh dhe do të keni kandidatin e opozitës. Kë parti përjashtoni nga konsultimet tuaja? Partitë parlamentare përjashtohet vetëm e majta radikale e Qorrit. Ndërsa Blushi tha se kandidatura do të jetë gjithëpërfshirëse. Përballë kandidates së Covidit, ne po përzgjedhim vaksinën e dur, e cila do të shërojë një herë përgjithmonë në kryeqytet. Të shtunën, Noka, Kolliçi dhe Ali Mehmeti takuan Fatmir Mediun dhe Agron Dukën. Vijoj më tej me lajmet pas vrasjes së biznesmenit italian Edoardo Sarki, grupi hetimor është rikthyer në vendngjarje për kryerjen e eksperimenteve hetimore dhe për kontrolle në zonë. Policia e Gjirokastrës liroi 3 persona të shoqëruar pas vrasjes së biznesmenit italian. Ortaku i biznesmenit italian Qerem Baçi dhe 2 djemtë e tij u liruan për mungesë provash, ndërsa dyshohet se 44 vjeçari është qelluar jashtë makinës. Pasi ortaku i biznesmenit italian Qerem Baçi
dhe 2 djemtë e tij u liruan nga policia e Gjirokastrës për mungesë provash. Grupi hetimor është rikthyer në vendngjarje ku po kryen eksperimente hetimore si dhe kontrolle në zonë. Burime për News 24 bëjnë të ditur se biznesmeni italian u ekzekutua me një plumb, gëzhoja e të cilit nuk është gjetur ende. Gjithashtu dyshohet se 44 vjeçari Edoardo Sarki është qelluar nga një person i tretë, i cili është identifikuar dhe shpallur në kërkim. Vrasja ndodhi mesnatën e së premtes në një terren malor pranë fshatit Salari, duke pamundësuar pasjen e dëshmitarëve okular për këtë ngjarje, ndërsa mbetet ende e paqartë nëse 44 vjeçari italian u ekzekutua në vendin ku u gjet makina. Burime nga grupi hetimor bëjnë të ditur se viktima dhe ortaku i tij, Eceren Braçi, kanë lëvizur me 2 makina të ndryshme, njëri me Volkswagen dhe tjetri me Land Rover, ndërsa policia ka gjetur në to 2 armë gjahu, të cilat janë çuar për ekspertim për të verifikuar nëse qitja është kryer me to apo ekzekutorët kanë qelluar me armë tjetër. Biznesmeni italian nuk rezulton i skeduar nga policia shqiptare apo ajo italiane dhe nga verifikimet e kryera nuk rezulton të ketë pasur konflikte me persona të tjerë. Për ngjarjen policia u njoftua nga ortaku i tij, Eceren Braçi, i cili në dëshminë e parë tha se një person i armatosur ju ka dalë përpara duke u bërë me dorë, mandej qelloi drejt tyre. Trupi i 44 vjeçarit italian u gjet disa metra larg makinës së tij, ndërsa Eceren Braçi tha se u nxor prej tij nga makina për t'i dhënë ndihmën e parë. Vrasja e biznesmenit italian Salari të Tepelenës është pasqyruar dhe në mediat italiane, të cilat ngren pikpyetje për ngjarjen, nëse është vrasje aksidentale apo e mirë organizuar. Mediat bëjnë të ditur se Ministria e Punëve të Jashtme në Itali mbetet në kontakt të vazhdueshëm me konsullatën dhe ambasadën e Italisë në Shqipëri, që kanë shprehur gjithashtu gatishmëri për të ofruar ndihmë në hetime. Vrasja e biznesmenit Edoardo Sarki në Salari të Tepelenës është pasqyruar edhe nga mediat italiane, teksa trajton ngjarjen. TG24 bën të ditur se Ministria e Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar në Itali është në kontakt të vazhdueshëm me konsullatën e përgjithshme italiane në Vlorë, me ambasadën italiane në Tiranë, si dhe me familjen e 44 vjeçarit Sarki, duke ndjekur rastin me vëmendje të madhe për të përcaktuar detajet e ngjarjes dhe për të ofruar të gjithë ndihmën e mundshme konsullore. Vrasja aksidentale apo ekzekutimi mirë organizuar, Corriere della Sera shkruan se vdekja e biznesmenit italian mbetet e mbuluar nga një hije misteri, teksa rendit kontributet e familjes Sarki në politikë dhe biznes, si dhe bashkëpunimet e hershme me sipërmarrësit shqiptar. Kjo media ndan edhe dëshmitë të afërmëve të 44 vjeçarit. Për Corriere della Sera, kushëriri i biznesmenit 44 vjeçar Riccardo Barbieri është shprehur se ka mbetur i shokuar nga ngjarja, ndërsa për herë të fundit thotë se është takuar me Sarkin në ceremoninë martore të babait të tij. Në shkrimin e publikuar për këtë ngjarje, Rai News bën të ditur se 44 vjeçari Sarki jetonte dhe punonte në Shqipëri prej afro 20 vitesh së bashku me familjen, ndërsa shton se në Tepelen, biznesmeni italian kishte shkuar me ortakun e tij, i cili pas ngjarjes njoftoi policinë. Ngjarja është trajtuar edhe nga e përditshme La Repubblica, e cila shkruan se 44 vjeçari kishte shkuar në Salari të Tepelenës për gjueti, së bashku me ortakun Eceren Braçi, i cili u shoqërua nga policia bashkë me 2 djemtë e tij, pasi pak orë përpara ngjarjes kishte darkuar në banesën e tyre. Drejtësia braziliane ka nxjerrë urdhër arresti për biznesmenin Ervin Mata me qëllim ekstradimin e tij në Shqipëri. Mata i akuzuar për pjesëmarrje në një grup të strukturuar kriminal është i dyshuar për trafik ndërkombëtar droge. Aktualisht ai ndodhet në Brazil dhe akoma nuk është arrestuar. Emri i Matës u bë i njohur për publikun shqiptar kur ndodhi masakra e bllokut, kundërshtari i të cilit ishte Ervis Martinaj. Ervin Mata, i akuzuar për drejtimin e një rrjeti ndërkombëtar të trafikut të drogës, do të arrestohet për llogari të Shqipërisë me urdhër të gjyqtarit të Gjykatës së Lartë Federale, Alexandre de Moreas në Brazil. Biznesmeni Ervin Mata u shpall në kërkim në nëntor të vitit 2023 për trafik droge nga Amerika Latine në Europë dhe shteti brazilian mësohet të ketë lëshuar urdhër arrestin më 11 mars, ndërsa dekreti është publikuar më 23 shtator. Aktualisht Ervin Mata ende nuk është arrestuar. Sipas PAK, grupi kriminal dyshohet se ka lidhje me disa episode të sekuestrimit të lëndëve narkotike në Holand, Brazil, Kolumbi, Spanjë dhe vende të tjera të Amerikës Latine, duke trafikuar drogë në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian. Po ashtu ai dyshohet për sigurimin e kushteve për vrasjen e 2 personave në Shqipëri,
dhe raste të pastrimit të parave. Mata, sipas mediave braziliane, besohet të ketë qenë përgjegjës për tentativën e transportit të 69 kg kokain nga San Paulo në Valencia të Spanjës, duke përdorur një ngarkesë me lëng limoni në portin e Santos. Hetimet gjithashtu e lidhin Matën me aktivitete kriminale në Kolumbi dhe transportimin e 240 kg kokain në Frankfurt të Gjermanisë në shtator të vitit 2020. Emri i Ervin Matës doli në publik gjatë masakrës së bllokut më 4 tetor 2018 në lokalin Monopol, ku mbeti i vrarë Fabian Gaxha. Në këtë ngjarje ishte i përfshirë edhe mbreti i lojrave të fatit, Ervis Martinaj, kundërshtari i Matës. Martinaj, i cili ka 3 vjet i zhdukur, ishte i shoqëruar në lokal me Elion Hatën dhe 2 persona të tjerë, ndërsa në një tavolin tjetër ndodheshin Ervin Mata, e fejuara e tina atë kohë Elvana Gjata, Fabio Alushi, me Viol Billo dhe 2 persona të tjerë. Konflikti që nisi për shkak të ngacmimit të këngëtares u pasua me shkëmbim zjarri mes palëve. Me Viol Billo, i njohur si ekspert i armëve të zjarrit, qëlloi mbi grupin rival duke vrarë Fabian Gaxhën dhe duke plagosur Ervis Martinën e Elion Hatën. Pas disa muajsh në arati, Mata u dorëzua në polici dhe u lirua nga akuzat. Një sasi prej 27 kg kokaine u kap nga policia italiane, ndërsa në pranga ka përfunduar një 47 vjeçar shqiptar. Droga e fshehur në një hapësirë porsediljeve të automjetit drejtuar nga shqiptari u zbulua pas një kontrolli në pikën e pagesës në autostradën Messina-Catania. Një 47 vjeçar shqiptar i cili po transportonte mbi 27 kg kokainë në makinën e tij, u arrestua nga policia italiane në një pikë pagesash në autostradën Messina-Catania. Mediat italiane shkruajnë se gjatë kontrolleve u ndalua një automjet tip Renault Gri drejtuar nga shqiptari për shkak të nervozizmit të 47 vjeçarit, i cili nuk ishte në gjendje të jepte justifikime të besueshme për praninë e tij në zonën e Etnës, duke raportuar rrethana që nuk korrespondonin me realitetin. Forcat e policisë ushtruan kontrolle më të thelluara, nëse dilin e përparme si në anën e shoferit ashtu të në anën e pasagerit. U gjet një ndarje e fshehur e kryuar posaçërisht, brenda së cilës ishin fshehur 24 pako kokainë me një peshë totale prej rreth 27.60 kg. Në 7 prej pakove ishte stampuar logoja Bugatti, ndërsa në pakot e tjera ishin stampuar logot Boss. Mediat italiane shkruajnë se shqiptari luante rolin e korrierit në trafikun e drogës. Për shkak të sasisë së madhe të lëndës narkotike, 47 vjeçari është arrestuar dhe u dërguar në burgun e Katanias. Gjatë operacionit u sekuestrua kokaina, automjeti i përdorur për transportimin e drogës, si dhe 2 telefona inteligjente të përdorura nga shqiptari 47 vjeçar. Në vijim të hetimeve të SPAK për një çështje penale të regjistruar ndaj 2 inspektorëve të Inspektoriatit Shtetëror Teknik Industrial, gjykata e posaçme caktoi masën e sigurisë arrest në burg ndaj shtetasit Olsi Jarazi me detyrë inspektor pranë Inspektoriatit Shtetëror Teknik Industrial dhe arrest në shtëpi për Luan Sadikaj, ish inspektor i ishtit. Nga hetimet proaktive dhe metodat speciale të hetimit të kryera nga hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit, ka rezultuar se në datën 1/11/2021, inspektorët kanë marrë shumat monetare 900.000 lekë dhe 10.000 dollar. Hetimet kanë provuar se kjo shumë është marrë nga 2 inspektorët e ishtit të caktuar për inspektim tek subjekti privat me inicialet JS me vendodhje në Korçë, me qëllim për të mos e ndëshkuar me masë administrative. Sipas hetimeve, subjekti privat ushtronte aktivitet tregtar pa dokumentacionin e nevojshëm tekniko-ligjor dhe licencën për kace, por nuk është gjobitur pasi inspektorët kanë marrë rishfet. Vijoj më tej me lajmet nga SBA-ja. Në një takime të rinj, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti i ka thënë se kur vjen puna te sundimi i ligjit në veri nuk bën kompromise. Ai u përgjigj interesit për pezullimin e dialogut strategjik me SBA-n. Arsyeja pse Washingtoni ka pezulluar dialogun e planifikuar strategjik me Kosovën ka të bëjë me mbylljen e strukturave serbe në veriun e vendit, të banuar me shumicë serbe. Kështu ka deklaruar kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara. I pyetur në një takim me të rinj të sqaronte arsyet që çuan SBA-n më 12 shtator të pezullojë dialogun, Kurti tha:
Arsyeja është për shkak të sundimit të ligjit në veri të Kosovës që rezultoi të ishte kundër strukturave ilegale serbe dhe këtu nuk mund të bëj kompromise. Nuk mund t'ja lë këtë problem brezit tuaj, mendoj që brezi im është ai që duhet ta përfundojë këtë, u përgjigj Kurti. Ndërsa foli për marrëdhëniet e Kosovës me SHBA-n, kryeministri në detyrë i Kosovës tha se pengesa ka në diplomaci. Ai u shpreh se përfaqëson interesat e shtetit të tij dhe vërejtjes së SHBA-ja e konsideron shumë të rëndësishme që ta tërheqë Serbinë nga hemisfera lindore dhe lidhjet me Moskën. Disa politikanë dhe diplomat në SHBA vlerësojnë se ne nuk po ndihmojmë SHBA-n që ta shkëputë Serbinë nga Federata Ruse, por sinqerisht ky nuk duhet të jetë problemi im, tha Kurti. Ambasada amerikane në Prishtinë njoftoi më 12 shtator se SHBA-ja ka pezulluar për një kohë të pacaktuar dialogun e planifikuar strategjik me Kosovën për shkak të shqetësimeve lidhur me veprimet e qeverisë në detyrë. Nga SHBA-ja, Kurti tha se ai nuk mund të ndalojë një polic të arrestoj një kriminal serb të kapur në flagrancë, sepse ky veprim mund të dënohet nga Brukseli dhe Washingtoni. Ndërsa kritikoi paraardhësit e tij duke i cilësuar shumë të butë. Ai tha se është normale që mes Kosovës dhe SHBA-s ka dallime në taktika dhe veprime e jo në vlera, interesa dhe parime. Në një intervistë për mediat në Kosovë, kryeministri Edi Rama foli për çështje që lidhen me Bashkimin Evropian dhe për situatën ndërkombëtare të Kosovës. Rama u shpreh se Kosova e ka të pamundur të përparojë drejt BE-s pa ndërtuar marrëdhënie të forta me partnerët ndërkombëtar. Kosova po mbetet peng i Serbisë, kështu deklaroi kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në një intervistë për Klan Kosovën, duke u shprehur se Kosova duhet të bëjë detyrat e saj dhe duhet të ketë aleat Europën dhe Amerikën, pavarësisht se çfarë bën Serbia. Kosova është bërë me vullnetin e vet, por edhe me sytë e mbyllur peng i Serbisë, sepse për mua Kosova nuk ka fare lidhje me Serbinë dhe as nuk duhet ta ketë fare parasysh Serbinë në rrugën e vet. Për mua Kosova e ka fituar luftën, duhet fitoj paqen. Dhe do t'i bëjë detyrat e veta për veten dhe për të ardhmen e vet, jo për serbët. To natyrisht lidhen me dialogun, por lidhen me Bashkimin Evropian edhe me Shtetet e Bashkuara pastaj, që do thotë që nëse në tryezën e dialogut janë X pika për të përmbushur, Kosova do t'i bëjë në mënyrë unilaterale dhe të shkojë përpara. Nuk ka rëndësi fare se çfarë bën Serbia, kur mos i bëf, s'ka asnjë problem. Serbia në këtë aspekt nuk ka çfarë të humbi, Serbia ka humbë gjitha. Ato që ka pas për të humbë në raport me shqiptarët dhe në raport me Kosovën. Kosova ka shumë për të humbë dhe po i humb duke u marrë me Serbinë. I pyetur nga gazetarja për një mundësi bashkimi kombëtar, kreu i qeverisë shqiptare thotë se kjo është një përrall, e cila nuk mund të realizohet tjetër, veçse si pjesë e BE-s. Bashkimi kombëtar, sipas meje, është vetëm bashkimi me Europën dhe asnjë gjë tjetër. Dhe çdo gjë tjetër është prallë që gjithsekush mund t'ia tregojë vetes, por nuk ka asnjë shans që ta shohë të realizuar në realitet. A ka marrë Edi Rama një urim për mandatin e tij të katërt nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti? Nuk duhet hyrë në këtë bisedë, sepse nuk është ky qëllimi i kësaj bisede. Marrëdhëniet mes Shqipërisë e Kosovës prej kohësh janë të ngrira, duke qenë se Edi Rama dhe Albin Kurti shpeshherë nuk kanë gjetur gjuhën e përbashkët për çështje të caktuara. Ambasadori britanik në Kosovë ka theksuar se ngërçi politik po e lë Kosovën pa zë ndërkombëtar, teksa u kërkon të gjitha palëve të lejojnë gjykatën kushtetuese të bëjë punën e saj. Ambasadori shtoi se përgjegjësia për një zgjidhje është e përbashkët, duke shtuar se nëse kjo nuk arrihet, atëherë zgjedhjet e reja mbeten opsion. Ambasadori britanik në Kosovë Jonathan Hargreaves në një intervistë për Radio Europa e Lirë paralajmëron se zvarritja e ngërçit politik po i kushton vendit që të ketë zë të plotë të besueshëm në arenën ndërkombëtare dhe po bllokon prioritetet jetike, nga buxheti deri tek reformat. Ai u kërkon të gjitha palëve ta lejojnë gjykatën kushtetuese të bëjë punën e saj, të respektojë pamëdyshje vendimet e saj dhe të mundësojë funksionalizimin e kuvendit, zgjedhjen e qeverisë dhe të presidentit në fillim të pranverës. I think what is really important is that all the parties concerned
Mendoj se më e rëndësishmja është që të gjitha palët e përfshira ta marrin shumë seriozisht, të deklarojnë publikisht se do të zbatojnë çdo gjë që sugjeron ose urdhëron gjykata dhe mbi të gjitha të veprojnë për ta zbatuar. Kemi qenë në këtë situatë pa kuvend dhe pa qeveri të plot për një kohë shumë të gjatë për interesin e Kosovës. Dhe mendoj se tani është me të vërtet urgjente. Mendoj se Kosova po humb gjatë kësaj periudhe duke mos pasur një zot të plot dhe të besueshëm ndërkombëtar. Mendoj se është shumë e rëndësishme që të gjitha palët ta bëjnë të qartë se pavarësisht bindjeve politike janë në të njëjtën linjë kur bëhet fjalë për gjykatën kushtetuese, ta lënë të bëjë punën e saj dhe t'i respektojnë vendimet e saj. Sipas ambasadorit britanik, përgjegjësia për zgjidhje është e përbashkët, ligjore dhe politike, duke shtuar se nëse kjo nuk arrihet, atëherë zgjedhjet e reja mbeten opsion. Well, if that's what it takes, then and if that's what the parties conclude. Nëse duhen dhe nëse partitë arrin në përfundimin se janë të nevojshme për ta lëvizur situatën përpara, atëherë le të mbahen. Po punojmë më shumë me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe të tjerët për të siguruar që zgjedhjet lokale të organizohen siç duhet. Dhe shpresoj që do t'jenë të tilla. Shpresoj vërtet që shumë qytetarë në mbar vendin do të marrin pjesë. Shpresoj shumë që rezultatet të respektohen dhe të zbatohen. Mendoj se ky është hapi i parë. Nëse më pas ka nevojë për zgjedhje të reja nacionale, sepse janë mënyra e vetme që Kosova të dalë nga ngërçi aktual, atëherë le të mbahen. Ambasadori Hargreaves po ashtu thotë se është gënjyese dhe shqetësuese që dialogu me Serbinë po ecën ngadalë për shkak të mungesës së institucioneve në Kosovë dhe zhvillimeve politike në Serbi. Duke folur për kushtin e vendosur nga kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti për vazhdimin e dialogut, ekstradimin e Milan Radojićit, Hargreaves thotë se është thelbësore që Radojići dhe autorët e tjerë të sulmit në Banjsk të dalin para drejtësisë sa më shpejt të jetë mundur, pasi pandëshkueshmëria për këtë sulm nuk mund të vazhdojë. Banorët e Smokëthinës në Vlorë protestuan sërish për ndërtimin e rrugës. Sipas tyre, infrastruktura në zonë prej dekadash është lënë në arrest, ndërsa rruga prej 25 kilometrash ju shërben disa fshatrave. Në protest morën pjesë turistë që po vizitojnë jugun e Shqipërisë. S'na duhet as llafet, as politikë, as një. Duam rrugët vemi në shtëpi. Banorët e krahinës së Smokëthinës në Vlorë protestuan sërish për asfaltimin e 25 kilometrave rrugë që lidh 7 fshatrat e zonës, një investim që mungon prej vitesh. Protestuesit bllokuan për rreth 40 minuta qarkullimin në rrugën kombëtare të Lumit të Vlorës, duke krijuar vështirësi për drejtuesit e automjeteve. Na shtia me bastun deri këtu, kurse atje më duhet 2 bastun që të harrit e vendi ku jam nisur. Këtu s'ka pas ndonjëherë investim, këtu ka qenë një shplarje para 25 vjetësh. Një shplarje me një zifte dhe pastaj i themi ne puthu me milon. Dhe nuk ka pasur një. Ne duam vetëm rrugë, asnjë gjë. Ata që kanë iniciuar një 3 kilometrash që është për të hedhur hi syve, janë të lutur ta bëjnë me standarde se ne do bëjmë oponencë me inxhinierët tanë dhe do ta mbrojmë rrugën se ç'kuptim ka të fillojë rruga dhe më para prishjes sa të fillojë. Protestës së banorëve ju bashkuan turistë dhe emigrant, të cilët thonë se autoritetet duhet të bëjnë më shumë për qytetarët. Rruga është plot me gur, është e pamundur të kalosh. Udhëtimi zgjati për orë të tëra dhe në një moment makina ngeci në rrugë, u desh ta shtynim. Duhet një rrugë më e mirë që të gjithë të kenë mundësi të shkojnë në fshat ashtu siç duhet. Duhet bërë kjo rrugë se s'bën, sepse Velça ka 70 burime dhe sa shpella është vend turistik. Është balkoni i Vlabërisë. Unë vi se kam varrezat, kam prindërit, kam një vlladhje, kam njerëz, do të rritet turistat jashtëzakonisht. Banorët e Smokëthinës paralajmërojnë për shkallëzim të protestave nëse nuk marrin një përgjigje nga autoritetet përkatëse. Njemi me zhvillimet kryesore nga bota. Moldavia voton sot për zgjedhje parlamentare që mund të kenë një ndikim të madh në përpjekjen e qeverisë për të bashkuar me Bashkimin Evropian, pas një grupi i njohur pro-rus kërkon ta largojë kombin e vogël nga lidhjet më të ngushta me bllokun. Sondazhet tregojnë se Partia e Veprimit dhe Solidaritetit pro Bashkimit Evropian mund të ketë vështirësi në ruajtjen e shumicës.
Populli i Moldavis voton këtë të diel për zgjedhjet kyç parlamentare, duke zgjedhur mes dy rrugëve, vazhdimin e integrimit drejt Bashkimit Evropian apo kthimin drejt Rusisë, pas raportimeve të shumta për ndërhyrje në fushat nga Kremlini. Qendrat e votimit u hapën në orën 7 dhe do të mbyllen në orën 21, ndërsa rezultatet pritet të publikohen menjëherë pas përfundimit të procesit të votimit. Moldavia gjendet në kufi me Ukrainën, e cila po përballet me pushtimin e nisur nga Rusia në vitin 2022. Ky konflikt e ka goditur rënd ekonominë e Moldavisë, ka shkaktuar ndërprerje në tregti dhe ka rritur çmimet e energjisë, duke sjell rritje të inflacionit. Kremlini po mundohet të krijojë një situatë të tensionuar në të cilën mund të manipulohet opinioni publik ose të ndikojnë rezultatet, është shprehur ish ambasadori i Moldavisë në Kombet e Bashkuara dhe në Këshillin e Europës, Aleksej Tulbur. Në zgjedhjet në Moldavi garon partia në pushtet e presidentes, Maja Sandu, Partia për Veprim dhe Solidaritet kundër Bllokut Elektoral Patriotik, një aleancë proruse dhe e partive nostalgjike ndaj Bashkimit Evropian. Bloku Elektoral Patriotik drejtohet nga Igor Dodon, ish presidenti i Moldavisë, të cilin Sandu e mposhti në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020, dhe që prej kohësh mban lidhje të ngushta me Moskën. Ai është referuar qeverisë aktuale të zgjedhur në mënyrë demokratike si regjim kriminal. Kremlini e ka akuzuar vazhdimisht Moldavin për histeri antiruse dhe ka mohuar se po ndërhyn në ato që Sandu i ka quajtur zgjedhjet më të rëndësishme në historinë e vendit të saj. Sondazhet tregojnë se Partia për Veprim dhe Solidaritet mund të ketë vështirësi në ruajtjen e shumicës. Forcat opozitare si Bloku Patriotik Prorus kanë shfrytëzuar shqetësimin e votuesve për shkak të trazirave ekonomike dhe ritmit të ngadalë të reformave, ankesa të përkeqësuara nga ajo që zyrtarët e quajnë dezinformim të përhapur gjerësisht. Moldavia, një nga vendet më të varfra të Europës, mori statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian në vitin 2022 dhe hapi negociatat e antarësimit vitin e kaluar, pasi mbështeti fort Ukrainën, pas nisjes së pushtimit nga Rusia në vitin 2022 dhe u bashkuar regjimit të sanksioneve të BE-s kundër Moskës. Rusia ka sulmuar intensivisht gjatë natës kryesisht kryeqytetin Ukrainas Kiev, por edhe disa qytete të tjera, duke vrarë 4 persona dhe duke plagosur 10 të tjerë. Presidenti i Ukraina Zelenski tha se sulmi zgjati 12 orë dhe shkaktoi dëme të shumta. Rusia lëshoi qindra dron dhe raketa në Kiev dhe pjesë të tjera të Ukrainës herët të dielën, duke vrarë të paktën 4 persona dhe duke plagosur 10 të tjerë. Kjo shënoi edhe një nga sulmet më të gjata brenda natës ndaj kryeqytetit, që nga fillimi i luftës në shkallë të plotë, Polonia mbylli hapësirën e saj ajrore pranë 2 qyteteve juglindore dhe forcat e saj në kundërpërgjigje ngritën avion derisa rreziku të kalonte. Ushtria e Ukrainës tha se Rusia kishte lëshuar 595 dronë dhe 48 raketa gjatë natës, ndërsa mbrojtja e saj ajrore rrëzoi 568 dronë dhe 43 raketa. Ajo vuri në dukje se objektivi kryesor i sulmit ishte kryeqyteti, Kievi. Presidenti Volodymyr Zelenski tha se sulmi zgjati më shumë se 12 orë dhe shkaktoi dëme të gjera në një klinikë kardiologjike, fabrika dhe ndërtesa banimi. Ai bëri thirrje përsëri bashkësisë ndërkombëtare që të veprojë me vendosmëri për të ndërprerë të ardhurat nga energjia të Rusisë, që financojnë pushtimin e saj. Ukraina deri më tani nuk ka arritur të bindë presidentin e SBA-s Donald Trump që të vendos sanksione ndëshkuese ndaj Moskës, njofton Reuters. Koha për veprime vendimtare ka ardhur prej kohësh dhe ne mbështetemi në një përgjigje të fortë nga Shtetet e Bashkuara, Europa, G7 dhe G20, tha Zelenski në aplikacionin e mesazheve Telegram. Kombet e Bashkuara kanë rivendosur sanksionet ndaj Iranit 10 vjet pas marrëveshjes historike bërthamore për shkak të programit të tij bërthamor. Ndërkohë Teherani është zotuar se për këtë do të ketë një përgjigje të ashpër. Kombet e Bashkuara kanë rivendosur një embargo armësh dhe sanksione të tjera ndaj Iranit për shkak të programit të tij bërthamor, pas një procesi të nxitur nga fuqitë europiane, ndërsa Teherani ka paralajmëruar se për këtë do të ketë një përgjigje të ashpër. Britania, Franca dhe Gjermania iniciuan kthimin e sanksioneve ndaj Iranit në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, pas akuzave se kishte shkelur një marrëveshje të vitit 2015 që synonte ta ndalonte atë të zhvillonte një bombë bërthamore, akuzat të cilat Tirani i ka mohuar. Fundi i marrëveshjes bërthamore 10 vjeçare të dakordësuar fillimisht nga Irani, Britania e Madhe, Gjermania, Franca, Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Kina
ka gjasa të përkeqësojë tensionet në lindjen e mesme, vetëm disa muaj pasi Izraeli dhe SBA bombarduan vendet bërthamore iraniane. Njofton Reuters, sanksionet e OKB-s të vendosura nga Këshilli i Sigurimit në rezolutat e miratuara midis viteve 2006 dhe 2010 u rivendosën në orën 8 të mbrëmjes së të shtunës. Ne i bëjmë thirrje Iranit dhe të gjitha shteteve që të përmbahen plotësisht këtyre rezolutave, thanë ministrat e jashtëm të Francës, Britanisë dhe Gjermanisë në një deklaratë të përbashkët. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas konfirmoi në një deklaratë të dielën se bloku tashmë do të vazhdojë të zbatojë pa vonesë rivendosjen e të gjitha sanksioneve bërthamore të OKB-s dhe EBE-s, të cilat ishin hequr më parë. Izraeli përshëndeti rivendosjen e sanksioneve ndaj armikut të tij, duke e cilësuar si një zhvillim të madh. Qëllimi është i qartë, parandalimi i një Irani të armatosur me armë bërthamore. Bota duhet të përdorë çdo mjet për të arritur këtë qëllim, tha Ministria e Jashtme izraelite në një postim në rrjetin social X. Ndryshojmë tematikën e zhvillimeve. Momenti final i operas Traviata që duhet të shënonte kulmin e veprës është kthyer në një incident ku sopranoja Eva Golemi ka rrezikuar të pësojë dëme serioze. Ajo është rrëzuar në skenë ndërsa çasti final parashikonte rënjen e saj në krahët e partnerit skenik. Ajo që duhet ishte akti final dhe çasti më prekës si një prej operave më të ndjekura në të gjithë botën, është kthyer në një situatë shqetësuese. Një incident serioz ka ndodhur mbrëmjen e së premtes në premierën e shfaqjes Traviata në Teatrin e Operës dhe Baletit në Tiranë. Në aktin final të veprës dhe një prej çasteve kulminante të saj, sopranoja e njohur Eva Golemi është rrëzuar në skenë. Ndërsa interpretonte vdekjen e personazhit të saj, Violetës. Vetë skena parashikonte rënjen e saj në krahët e tenorit që interpreton Alfredon, meksikanit Mario Rojas, siç dikton historia e veprës. Në pamje shihet megjithatë Golemi që rrëzohet në skenë. Rënja e Violetës është e parakoshme, partneri i saj Alfredo është larg dhe nuk arrin të reagojë në kohë as për të interpretuar finalen e operës me vdekjen e saj në krahët e tij, as për të pritur rënjen e Violetës që do të shmangte incidentin. Mënyra se si sopranoja ka rënë në skenë ka bërë që Teatri i Operës të ketë dyshime për gjendjen shëndetësore të sopranos ose masën e dëmtimit të saj. Në teatr është thirrur ambulanca për ta lëvizur në mënyrë që kujdesi i ekipit mjekësor të shmangte dëmtime fizike të mëtejshme të mundshme të Golemit. Sopranoja është dërguar në spital për kontrolle të kujdesshme shëndetësore. Pas vizitave, Golemi rezulton të mos ketë dëme serioze. Mjekët i kanë rekomanduar 10 ditë shkëputje nga skena për të mos krijuar sforcim. Për këtë arsye, Golemi nuk do të jetë në skenë për rolin në vijim të netëve të shfaqjes së premierës. Vdekja e Violetës pasi ka interpretuar arjen Addio del Passato është momenti më kulminant në vepër dhe në tërësi në karrierën e sopranove të cilat e kanë rolin e Violetës si dëshmi të aftësive të tyre skenike, vokale e interpretative. Eva Golemi e ka interpretuar këtë rol të paktën 70 herë. News 24 sjell një sezon të ri televiziv me rikthime të shumëpritura dhe prurje të reja. 3 emisione të fuqishme do të mbajnë audiencën të lidhur çdo ditë me tema sociale, histori njerëzore dhe debat politik. Që prej së hënës në ekranin e News 24 nis transmetimi i 3 emisioneve që pritet të jenë mjaft të ndjekur në këtë sezon televiziv. Rikthehen emisionet e mirënjohura, Vila 24 dhe Me zemër të hapur, tashmë me studio të reja dhe përmbajtje të pasuruara, ndërsa starton edhe emisioni i ri elitar Oponenca. Vila 24 çdo ditë nga ora 9 deri në orën 11 vjen në këtë sezon me një format të reqës, rubrika të reja dhe një studio të ngrohtë mikpritse. Në fokus do të jenë rubrika si gatimi live, tema sociale e intervista me personazhe publik si dhe materiale nga terreni, rubrika për shëndetin, mirëqenien dhe argëtim përmes lërave dhe interaktivitetit me publikun. Me zemër të hapur, emisioni më i ndjekur i mesditës vjen të sjellë historitë më të forta njerëzore, dëshmi tronditëse dhe denoncime për dhunë në familje, shkelje të drejtave apo ngjarje të pazgjidhura që kërkojnë drejtësi. Ndërkohë të mërkurave në orën 21 në News 24 vjen Oponenca, një emision i ri kritik dhe analitik me Shpend Gashin dhe Anduen Allabanin. Në fokus do të jenë aktualiteti politik, deklaratat më sfiduese dhe përballjet pa filtra,
në një studio ku shihet pas perdes së ngjarjeve. Në drejtimin e autorëve Anila Çela, Visameti dhe Shpendgashi, këto 3 emisione premtojnë emocione të forta, përmbajtje të vlefshme dhe praninë e përditshme në ekranin e News 24. Një grup artistësh zvicerian kanë realizuar piktura murale në fasadat e pallateve në Fusharës, duke i dhënë qytetit një pamje tjetër. Një grup artistësh nga Zvicra kanë realizuar piktura murale në fasadat e pallateve në qytetin e Fusharzit. Nismë kjo e propozuar dhe e financuar nga emigrant të zonës, e kuqja, e zeza dhe e bardha, në portreta apo simbole kombëtare, krijojnë kontraste të forta, duke jetësuar artin bashkëkohor në qytetin verior. Ja, der Adler, warum habe ich den Adler? Zgjodha të realizoj shqiponjë, një shpend që më ka frymëzuar prej kohësh dhe që është simbol i fuqishëm i Shqipërisë. Për mua ishte e qartë këtu duhej të ishte një shqiponjë. Kjo shqiponjë simbolizon forcën dhe lirinë, pikërisht atë që doja të përcjellja përmes kësaj muraleje. Realizimi i kësaj muraleje gjigande është një kënaqësi e madhe për mua dhe shpresoj që banorët të ndjejnë po aq gëzim sa kam ndjer unë duke e krijuar. Ky është vetëm fillimi i kontributit për vendlindjen, shprehet një nga emigrantët. Mas një bashkëpunimi gjatë me zotin Zahariato si organizator i kësaj vepre, madhe dhe të mrekullueshme, mendova se do të ishte një gjë e mirë për me kontribu sadopak në të ardhmen e bashkëpunimeve artistike e turistike për qytetin tonë. Këto piktura murale kanë krijuar një identitet të ri për qytetin mes maleve, duke i dhënë një pamje më të ngrohtë dhe më tërheqëse për banorët dhe vizitorët e shumët. Kemi përrritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër mund të na ndiqni në faqen tonë Ballkan Web dhe në të gjitha rrjetet tona sociale. Faleminderit për vëmendjen, bashkë miropafshim.